ku jemi këtu me parashikimin e datës 21. Data 21 mars 2026. Kemi një ditë që ka një rëndësi të veçantë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj, sepse çdo gjë mund të lidhet me biznesin ose lidhet me karrierën, por një nga mundësitë dhe kohën e duhur që kanë të bëjnë në këtë muaj, të muajit mars, data 21 që është dhe një ditë e rëndësishme në veçanti, sepse ka të bëjnë shumë me ndikimin, me favorizimin, me mundësinë që lidhet në anën tuaj, dhe kjo është zhvillime dhe ndryshime të mëdha që vijnë drejt juve në anën ekonomike, në lidhje me biznesin, në lidhje me takimet që do të keni dhe nuk e vënë dyshim për arsye të punës suaj, por ka dhe diçka shumë të rëndësishme në lidhje me anën e biznesit, në lidhje me karrierën dhe me ndryshimet të tjera që do të vinë drejt juve. Por ka diçka shumë të madhe tani e tutje, ku gjërat janë shumë pozitive, janë shumë të ndikuara në anën tuaj, sepse ka të bëjnë edhe me çështje ekonomike financiare, lidhje me takimin e punës, lidhje me ndryshimin e madh që vjen. Prandaj mos më shqetësoni fare, sepse është një kohë shumë e përshtatshme në ekonomi dhe në stabilizime apo dhe në ndryshime. Kështu që i keni mundësi të në lidhje me anën e biznesit dhe lidhje me karrierën, sepse ka shumë gjëra që do të ndikojnë e do të diktojnë. Tani, para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite, kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj për ju që interesoni për parashikimet e detajuara. Kemi astrologo.al. E klikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar paketën tuaj që juve keni bler dhe doni të flasim bashk në detaje. Atëre jeni gati pastaj duke tek ajo dritare atje, duke vendosur emailin dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni dërgoni mesazh. Atëre kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, meqense kjo ditë ka një ndryshim mes asaj që është e bëshme dhe mes asaj që realizohet. Vonë në dark, kemi në brëmje pra 23, që të datës 20, por ka data 21. Kemi një ndikim shumë madh sepse Mërkuri më në fund kthehet në rrugtimin e tij të drejtë, në shenjën e peshqeve, duke na bërë gradualisht jetën tonë të përditshme më të lehtë, që tani e tutje do të kemi shumë gjëra që do të ndryshojnë në nivel personal, profesional, apo në transaksione tona, në udhëtimet tona, dhe gjithçka që kanë qenë të vënuara, në fund fillojnë të bjerë në vendin e duhur, ndërsa afrohet dhe shumë gjëra të tjera do të kemi në udhëtime dhe në çështjet që lidhen me tregtin, është diçka shumë pozitive. Tani fillojmë me shenjën e dashit, ku shenja e dashit ka një veti shumë pozitive sepse lidhet me ekonominë, lidhet dhe me ndryshime që ka tani e tutje. Këto do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi dhe kohën e duhur për të ja arritur qëllimit. Megjithatë, edhe pse ka të bëjnë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë me disa takime të rëndësishme do thosha unë, por megjithatë mund të themi me bindje të plot që ka të bëjnë edhe me çështjet financiare në lidhje me anën e biznesit, sepse me biznesin juve keni pak a shumë të ndikuar, të ndërlikuar në lidhje me biznesin, por kjo është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive mbi ndryshimet dhe takimet që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë në anën ekonomike, në lidhje me vendime të rëndësishme, është momenti juaj që do të shikoni gjërat të ndryshojnë në punën tuaj, në karrierën tuaj dhe në anën tjetër. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me luan duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, pikërisht kjo ditë shumë e rëndësishme datës 21, ku gjërat janë anën tuaj, nuk e diskutoj, sepse mos harrojmë se ditë e shtunë ka dhe të mirat e veta, ka dhe vështirësitë e veta. Në anën vështirësi ka do të thotë që nëse marrim një vendim këtë të shtunë, duhet
shkojmë që do të bëjmë dhe në vazhdimësi, sepse koha tregon që jeni me fat në një farë mënyrë, po keni dhe kohën tjetër që rregullat, kohën, mënyrën dhe mundësinë që ju keni është një kohë në përshtatje të gjërave të mëdha që do të keni dhe mundësi të arta që vinë drejt jush. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në anën tuaj dhe duke pasur parasysh periudhën që ndodhin fenomenet, momentin që ju keni dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë, do të diktojnë në jetën tuaj, në përditshmëri do ta thosha unë, është koha më e mirë e mundshme për të marrë vendime të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep të diçit të tretë, është perfektja. Shkojmë tek shenja radhës, që do thotë binjakët. Për sa përket binjakëve, meqense binjakët duket se ka një lodhje të tejskashme, të lodhshme shumë do thosha unë për arsye të punës së tyre, sepse lodhen shumë për të marrë vendime të rëndësishme dhe kjo bën që nga njëra anë mendojnë për të ardhmen e tyre, nga ana tjetër kanë pak të domosdoshme atë çka lidhet me ekonominë, lidhet me vazhdimsinë dhe korreksinë e tyre, por gjithsesi është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm në ekonomi dhe në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e ditës parë dhe me Akrep duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, meqense gaforet tani e tutje kanë disa mundësi, por mundësitë që janë në anën e tyre kanë periudhën dhe kohën e duhur për zgjidhur problematikat e tyre. Megjithëse një problem që kanë pasur para një jave, e kanë zgjidhur me personin e duhur. Dhe kjo është diçka me ekonominë, ose me diçka tjetër që mund keni pasur lënë pas dore, me pak fjalë, por është momenti juaj. Në çështje shpirtërore, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për arsye të punës suaj, për çështje që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me vazhdimsinë, po është e mundur, është një moment shumë pozitiv, edhe pse ju duket e vështirë, por është mjaft korrekte në anën ekonomike financiare, në anën e biznesit, po gaforjet humbasi, po s'ka shanse. Kjo është periudha juaj, kjo është momenti juaj, kjo është momenti më i mirë i mundshëm për të zgjidhur ato që ju keni dhe periudha që ndodhin fenomenet, dhe është një moment shumë i mirë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të ditës parë dhe ujorët të ditës të tretë, është një periudhë shumë e rëndësishme për të nisur hapa shumë të rëndësishëm në fushën tuaj dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të ditës parë dhe ujorët të ditës të tretë, është një kohë shumë e rëndësishme. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore gjëra, sepse mund të keni më vonë probleme, prandaj keni kujdes, mos u nxitoni në vendime që do të merrni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të ditës parë, ujorët të ditës të tretë, është diçka perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për sa përket luanëve, duket se luanët gjithmonë janë shumë të ndikuar në fushën ekonomike financiare, presin diçka shumë të madhe dhe këta e kanë në anën e tyre, nuk e diskutojnë, nuk e vënë dyshim dhe shikoni dhe vetë se kanë diçka shumë të rëndësishme në jetën e tyre. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të ditës parë, me Akrep të ditës të tretë, është diçka shumë pozitive për sa përket luanëve, se luanët kanë mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur çështjet problematike. Dashuria, duket se me ujorë të ditës parë është perfektja, por gjithashtu dhe me dashje dhe ditës të dytë është diçka shumë pozitive, ose do jetë bashkim familjar, ose do jetë një njohje të kësaj lidhje serioze. Vijojmë tek shenja radhës, që do thotë virgjëresha. Për sa përket virgjëreshave, meqense virgjëresha tani në këtë periudhë kanë pasur disa problematika të ndryshme në anën e tyre, edhe pse me probleme, edhe pse kanë pas disa gjëra që para shumë kanë qenë të ndërlikuara për arsye të ekonomisë së tyre, por virgjëreshat nuk e lënë kollaj istikamën e tyre, ose ato që marrin përsipër janë sipërmarrës të shkëlqyer në jetën e tyre, në çështjet që kanë të bëjnë me vazhdimsinë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shikjetarët e ditës parë, me peshkët e ditës të tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Për peshorët duket se tani e tutje i keni mundësitë dhe periudhën e duhur për sa i përket anës ekonomike. Në lidhje me ekonominë dhe vazhdimsinë është një çështje korrekte, sepse lidhet me anën e biznesit, lidhet me anën e karrierës. Karrierës suaj sidomos është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv
Edhe kjo periudhë është një periudhë që vërtet do të ndikohet në anën tuaj në pozicionimin e planeteve, nuk e diskutoj sepse ka të bëjë shumë peshorët. Peshorët e dinë çfarë bëjnë gjë, nëse e kanë dhe të mundshme në anën e tyre. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem të 10 të parë, me ujor të 10 të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës që do të thotë akrepi. Me akrepët me akrepët këtë periudhë e kanë pasur jo se grinden, akrepët janë pak nevrik. E kanë të drejtë, fakt. Edhe pse nuk kanë rri mirë neve. Çdo lloj shenje, fakt, ndikohet sepse kanë të drejtë madhe për kush ja di. Nis një punë, ndihmon të tjerë dhe kur vjen puna troket e ka të mbyllur. Nuk jo se e kanë mbyllur nga të tretët, po jo se nuk ndihmojnë, ata nuk i hyjnë fare sa i meseleje. Prandaj unë ju them akrepëve bëni pak kujdes me veten tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gaforët e 10 të parë, me peshk të 10 të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shigjetari. Për shigjetarët duket se kjo periudhë është periudha ku gjërat do të ndikohen në favorin tuaj dhe do keni mundësinë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura si në ekonomi, si në dashuri, si në rrugtimin tuaj drejt çështjeve madhore, financiare, ekonomike. Është një moment shumë i mirë tepër i artë për juve të shigjetarëve, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sidomos bashkëpunime, sidomos lidhje me dashurinë, keni pasur probleme me demin, e zgjidhni tani, keni pasur probleme me një virgjëresht të 10 të tretë, e keni kohën për të parë çfarë do të bëni. Të gjitha këto në këtë ditë kaq të rëndësishme me Mërkurin në rrugtimin e drejtë i ndihmon jashtëmase. Dhe vazhdimësia dhe korrektësia juaj në bashkim familjar që do të keni do të jetë me dem të 10 të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapëve. Për bricjapët, meqense bricjapët tani e tutje, jo se nuk e kanë ose kanë probleme, nuk e diskutoj se problemet i kanë pasur me kokta dhe i kanë zgjidhur, por vjen një moment tani që është koha më mirë e mundshme në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme, ku kjo periudhë është e juaja dhe juve synoni larg. Dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë, sepse koha tregon që juve jeni me shumë fat në anën tuaj dhe keni dhe mundësi të arta në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime të mëdha që vijnë. E gjithë historia është rreth ndryshimeve të mëdha dhe rreth ekonomisë suaj. Lidhje me ekonominë nuk ka vend për të qetësuar, por për të gëzuar se është momenti më i mirë i mundshëm në vazhdimsi. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshore dhe me dem të 10 të parë, duket se ka diçka mjaft pozitive dhe korrekte nga ana juaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujuri. Ujorët e dashur, përgatituni për ndryshime të mëdha që do të vinë tani e tutje. Pikërisht kjo periudhë, sepse ka të bëjnë edhe me anën tuaj pozitivitetin dhe planetet që ndikohen tek juve, por njëkohësisht është dhe momenti i duhur për gjërat të rëndësishme që kanë të bëjnë në anën tuaj. Prandaj është dhe koha dhe çështjet pozitive në vazhdimsi. Prandaj unë ju them që bëni pa kujdes tani në këtë periudhë, sepse duke pasur parasysh edhe takime, edhe vendime që mund të merrni, keni dhe mundësinë tuaj në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizimin, në lidhje me ndryshimin e madh që po vjen. Sepse duke pasur parasysh edhe si ditë, por meqense dita e shtunë jep shumë mundësira për zhvillime dhe ndryshime të mëdha ekonomike. Në dashuri duket se me luan është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës që janë peshqit. Për sa i përket shenjës së peshqeve, duket verifikuar disa ndryshime që juve keni në anën tuaj, keni në lidhje me çështjet e financave, në lidhje me biznesin. Me biznesin sidomos është një mundësi shumë e mirë tani për sa i përket kohës dhe momentit që juve keni në anën tuaj. Por mos mund nxitoni në vendime që merrni, sepse ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni, dhe kjo është dhe mërziteni pastaj se nuk i realizoni gjërat ashtu siç doni. Prandaj unë ju them, ju bëni si do e barazëmës tuaj, unë kam drejt ju them. Pa kujdes dhe jeni mjaft të mirë
në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Luan dhe me Akrep është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 21. Data 21 mars 2026 dhe jo vetëm, por bëni kujdes sepse ndikimi më i madh që ka të bëjnë është ekonomia dhe stabilizimi i saj. Gjithmonë është ndikimi më i mirë sepse kemi Mërkurin në rrugën e drejtë, bëni ndryshimin dhe juve që do të keni. Para se të ndajmë bashkë, më rrugët edhe një herë, për juve që interesoni për parashikimet detajuara, kemi pikërisht astrologu.al. Kjo faqja këtu, faqja roz, ku atje do sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve intereson. Duke bler paketën tuaj, pastaj dërgoni emailin tek sekretaria, nëpërmjet emailit neve ju dërgojmë të dhënat që të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhet dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nëse doni më tepër informacion mbi gjëra të rëndësishme por në privat, atëherë mund të kaloni në privat me një abonim të thjeshtë duke klikuar join, që lexoni atje, ose membership. E klikoni, është çështje sekondash dhe pastaj në direkt për të biseduar në kuptimin e fjalës pyetje përgjigje për gjëra të rëndësishme. Nga një rregull, gjithë mirat.